Dhe me qënë se kise shumicën në parlament, e kaloi. Dhe realizoi ëndrrën e saj. Po në basin kushtetutë pra, që duhet ndryshuar me të që... ndihmon, po. Kështu që nëse neve e ndryshojmë të kushtetutë dhe nuk i japim të ëndër askujt për të ndryshuar, për shënuar kufijtë e këtij vendi. Shumë dakord. Po ne kërkojmë të zgjerojmë ta kufi. Shumë dakord. Dhe këta kufi ne i kërkojmë të zgjerojmë kur forcojmë i vetë. Dakord shumë. Pra, ne kemi shumë të lehtë për bashkëpunuar me Kosovën në të gjitha fushat, qoftë në minjera, qoftë në bujqësi, dhe ne t'i japim atyre dhe ata ta japim. Shumë drejt. Dhe që këtu i gjenë kufit, por nuk duan, të dy palët nuk duan. Të dy palët nuk kanë pasur dëshirë kurse duan të bëjnë akallar në atë oborin e tyre të vogël dhe shohin shumë gusht. Kështu që një kushtetutë e fortë i dëmton të gjithë ata që do bëjnë kryeminista. Dhe nesër nuk do jenë të ashpër ata që dha akallar, ata që do bëjnë kryeminista, por do jenë njerëz të thjeshtë, sepse në momentin që nuk e lë ligji që ai të vjedhi, ai me njerë do japi dorëheqjet. Ose do kaloj me njerë në një referendum tjetër popullor për të ndryshuar një ligj dhe për të hequr atë kryeministri i cili ka vjedhur dhe Dhe kapi ligji. Kapi ligji pik. Por ne i kemi të kalbura. Veç ke kontrolli lartë i shtetit e ke të kalbur. Kontrollon institucionin dhe thot ka vjedhur kajtot. Po qoftë se i ka vjedhur vim burg. Ne për një thyrje xhami ai qytetari thjesht i kanë burg. Ndërsa ai që ka vjedhur miliarda nuk i kanë burg. Nuk donohet, nuk e kap ligji. Sepse deri dje ne nuk kishim institucion, u ngrit spaku, por spaku los me gjithë situatën këtu. Dhe spaku los me gjithë situatën dhe i ban të gjithë të burg dhe asnjë nuk gjen për ta dënuar. Dorim ke boshti i protestës. Unë do të ndihmoja për një çështje tjetër që shumë drejt, që kushtetutat deri më sot nuk kanë trajtuar atë që quhet mbështetje sociale. Ka qenë shumë për neve. Po s'kan trajtuar mbështetjen sociale. Dhe prandaj edhe çdo kryeminist deri më sot arrin që ku një grua ka protestuar me fëmijë, me ero 400.000 lekë të vjetra në muaj, edhe thot ma llogarisni se si mund të jetojnë me këtë fëmijë me 400.000 lekë rrok. Pra, duke qenë se ky ministri ka shfrytzuar këtë mbështetje në kushtetutë që nuk ekziston norma minimumi social, minimumi mbështetje, nuk ka një raport të minimumit social. Për të gjithë. Prandaj kjo është kërkesa e protestës. Po them, dakor. Dakor, vazhdon. Kjo është. Një pyetje zoti avokat. Po. Si mendoni që në këtë Shqipërinë tonë relativisht të vogël në sipërfaqe, a duhet të ekzistojë ky ligj i shitjes së tokës? Ore, jam në emisione, kupton atë. Edhe një. Toka është e shenjtë. Televiziv. Ne të gjithë jemi të përkohshëm në këtë vend, në këtë tokë, në këtë dhëm tonë dhe në këtë mëdhëll tonë që është më i madh. Pra, babaj dhe nëna jonë nuk na kanë në amanet për ta shitur tokën. Si mund ta shesi unë që jam i përkohshëm duke hyrë në këtë karrige si kryeminist? Nuk e kam atë. Dhe do më ndaloj kushtetuta që mos shes asnjë centimetër tokë. Pra privati, një pronar privat tokash që mund t'ja shesi një të huaj. As të huaj, edhe privatit, ne do ja ndaloj me ligj shitjen e pronës. Ai mund ta japi me qira, jo ta shesi pronën. Dhe për momente strategjike dhe pozicione strategjike të vendit, absolutisht ndalohet me ligj shitja dhe tjetërsimi i pronës. Po, ishi duke thënë, po. Urdo zëri e pimë, po, urdo. Mund të shtëm diçka po. Shiko, ne kemi analizuar tek institucioni jonë rrënjët tona, për një formalitet real, marrëdhënia me Kosovën, e cila është një hap interesant, edhe do të ishte një eksperiment shumë i bukur për historinë e mundësisë për ta parë vendin tonë si etni, mos ta shohim vendin tonë si kështu. Dhe problemi ishte shumë i thjeshtë. U lindën dëshirat për të hapur këshill këto mbledhjet
në mes dy qeverive. U fillun me bombasticitet dhe nuk bën jo vetëm asgjë, por vetëm sa bën marketing. Ndërkohë që u vendos të hiqet kufiri në mes Shqipërisë dhe mbi të gjitha u bë propozimi që të barazoheshin fiskalitetit, të bën taksat. Se barazimi i fiskalitetit bën rritjen në mënyrë artificiale. Zoti Kurti, me thonë të drejtën, nga një analizë që i bëjmë, ka luftuar jashtëzakonisht që në këtë fazë të rrisi marrëdhënien me Shqipërinë, kuptimin ekonomik, dhe e vërteta është që Kosova sot ka marrëdhënien më të madhe se të gjithë marrëdhëniet e tjera dhe ka kaluar Serbisë me Shqipërinë. Pikërisht se zoti Kurti ka qenë një lloj patrioti i cili luftoi në këtë fushë. Por kush i pengon të barazojmë të gjëra, edhe kush i pengon të bëjmë dhe një senat të përbashkët të dy shteteve. Pa më njënu forcën e shteteve. Atëre, nderuar Pikuli, neve jo e filluat në mes diskutimin për bashkimin ose për shkuarin e kufive. Unë do të thosha, nëse ne punojmë me një abetare, pra ta fillojmë QKA-ja, ta fillojmë ke arsimi, ta fillojmë ke komunikimi duke hequr roamingun me Kosovën, e cila është mjaft e rëndë që dy shtete neve me të njëjtën gjuhë, shqiptare të dy. Me të njëjtën gjuhë të kemi roaming. Unë e di që abetarja unifikua, do bënë zoti Kurti deklaroi që ne patëm një sukses të madh që unifikuam abetaren. Po. Këtë e dëgjova. Po, në një farë mënyrë po, dakor. Atëherë kur themi se kemi akoma vazhdo. Më fal, nëse themi unifikimin e një abetare, pra të arsimit, do të thotë që arsimi jo duhet të jetë i njëjtë si në Shqipëri dhe Kosovë. Kur themi njëjtë, do të themi që të kemi një diplomë. Qartë. Duke pasur një diplomë, jo diploma jonë tjetë më e fort, ose tjetë më e dobët, por tjetë të njëjta. E njëjta, ekuivalente. Nëse ne themi për kulturat e dy vendeve, për prodhimin e dy vendeve, për zhvillimin e dy vendeve, për infrastrukturën e dy vendeve, ne i mburemi sot vetëm një rrugë të kombit. Dhe rrugë tjetër ne nuk kemi me Kosovën. Këto? E cila edhe ajo duhet thënë që është ndërprerë me anti-taksem, që në vend se e para që nuk e meritonte taksen për shkak se ishte rrugë me taksa publike, ishte rrugë ku leku i udhëtimeve merret, i rrugëve mirëmbajtjes merret ke litri naftës me porosi të ndërkombëtarëve dhe është bërë me lek kredilënie kohën e zotit Pandelimajko nga shqiptarët. Pra ishim një 4-5 faktorë që do të thotë që nuk mund të merresh ky hap që të vijë dogan. Megjithatë, nëse do vijë dogan ke rrugët e tjera, le ta vijë në fund këtë. Edhe kjo rrugë që ishte unifikuese, prandaj e tij quhet qapa e komit. Pra historikisht ati kur vën dogana, mirë ditë quhet qapa e komit. Po, historikisht, pra. Dhe pikërisht atë bllokoje qapën e komit, e lidhi pa kokën me trupin par e tjerë, urdhëzo dhe. Kështu që ne mund të ngrejmë një senat pasaj më vonë dhe do na i lejoj kushtetuta dhe këtë pjesë. Pra na i themi që do bëjmë një kustetut me themelet forta. Bukur. Që mos ketë mundësi askush të fusi duart ke kjo kustetut. Ke këto ligje. Ju thoni, zoti avokat, që të ngrejmë një kushtetut me perspektivë etnike. Sigurisht. Pra, Çamëria, e kuptova. Çamëria, Iliria, ose Kosova lindore. Kosova dhe pjesa e Tetovë, Kostivare, gjitha që janë pjesa jonë më. Pse mos i marrim? Dhe pse mos bashkohemi ne me ata, kur ata ka derur gjak për të gjithë tokën e tyre. Por, ata nuk bashkohen sepse shohin pabesit që kemi ne, në vetë. Që ne e shesim tokën. Ata nuk duan të shite tokën. Këtë tha dhe zoti Kurti në një takim. Dhe kur ne themi nuk ta shesim tokën, ata do vinë tek ne. Por
kur ne tregojmë prova me dokument ligjor që nuk e shesim tokën dhe nuk e tjetërsojmë. Ne jemi kalimtar dhe udhëtar në këtë rrugë. Nuk jemi ne pronar të kësaj rruge. Ne t'i japim dorën zhvillimin të kësaj toke, në fushën tonë kemi mundësi t'i japim kontributin tonë sa e kemi mundësin, kjo është detyra jonë patriotike. Nuk është detyra jonë patriotike për të vjetur Zoti avokat, dhe për të qitur.